siç janë agjendat shëndetësore, ku nëpërmjet kimikateve të industrisë farmaceutike vazhdimisht sulmojnë trupin e njeriut. Ilaçet në përgjithësi kanë 3 komponent brenda tyre. Një komponent është kokainë ose një lloj droge e cila qetëson me një medikament tjetër që është i lidhur me strukturën e një organi të dëmtuar, e qetëson, kurse 1/3 tjetër është një lloj medikamenti tjetër që sulmon një organ tjetër aty pranë për ta dëmtuar dhe atë. Dhe të gjithë njerëzit nuk shërohen kur përdorin ilaçe, maksimumi qetësohen dhe pastaj smundja përhapet në organe të tjera dhe njerëzit vazhdojnë pinë 20 vjet, 25 vjet një diçka që e quajnë ilaç dhe që si ka shëruar për 25 vjet, se ilaçi duhet të shërojë. Mund ta përdorësh 2 javë, 3 javë, 1 muaj, 2 muaj, 40 ditë dhe pastaj duhet presupozohet që ti shërohesh. Ai quhet ilaç. Pra, gjithë kjo agjend e dëmtimit shëndetit të njerëzve për t'i mbajtur pranë Big Pharmës, sidomos në vendet e pazhvilluara që s'din të ushqejnë, që s'kan profilaksi për të mbrojtur shëndetin e tyre, ku ka më shumë farmaci se sa njësi tregtare siç është Shqipëria. Njëkohësisht, këta agjendën e dëmtimit të shëndetit të njerëzve kanë pasur me vaksinat. Agjendën tjetër të dëmtimit dhe sepse këto çojnë përveç se fitimet, çojnë në vdekjet parakoshme dhe në drejt depopullimit, këto lloj agjendash. Përveç kësaj, këta kanë hequr kripën e detit, që ka 92 minerale, me të cilin janë ushqyer prindrit tanë. Këta kanë futur një krip gjoja e jodizuar që ajo ka vetëm alumin edhe një element mineral.